Shoqëria historike ruse e themeluar nga Akademia e Shkencave Rusisë dhe disa media shtetërore në atë vend, njoftoi se do të hapë një zyrë në Serbi dhe se në krye të Këshillit të Përfaqësisë do të jetë Aleksandar Vulin, i shefi i shërbimit sekret të Serbisë. Organizata ruse udhëhiqet nga Sergej Narishkin, drejtori i shërbimit të inteligjencës së jashtme të Federatës Ruse. Vulin dhe Narishkin janë takuar disa herë pasi Rusia ka nisur pushtimin në shkallë të plotë të Ukrainës në vitin 2022. Këtë veprim është pasuar me vendosjen e sanksioneve nga Bashkimi Evropian kundër zyrtarëve të Kremlinit, por Serbia edhe pse kandidati për anëtarje në BE nuk u është bashkuar atyre sanksioneve. Ajo i ka vazhduar marrëdhëniet në Moskën, për të cilën gjë shpesh ka qenë përgjegjëse dhe vetë Vulin. Dy përfaqësi të shoqërisë historike ruse. Në një seancë të shoqërisë historike ruse, të mbajtur në 10 qershor, një video e së cilës u publikua në faqen e internetit të shoqatës, u votua për hapjen e degëve të 7 rajoneve të Federatës Ruse, si dhe të një zyre përfaqësimi në Beograd. 7 muaj më parë, më 13 dhjetor të vitit 2024, në faqen e internetit të shoqërisë u publikuan informacione se në Serbi është hapur një zyrë përfaqësimi dhe sa ajo drejtohet nga Nebojša Kuzmanović, drejtori i arkivës të Vojvodinës, që është një institucion shtetëror me seli në Novi Sad. Emri i Vulinit atë kohë nuk është përmendur. Duke folur për Radio Europa e Lirë, Kuzmanović thotë se ai kryeson shoqërinë historike serbe ruse, e cila gjithashtu deg e shoqërisë historike ruse. Ai thotë se anëtarët e saj, zyre përfaqësues janë historian dhe aktivist nga Serbia. Vulin, siç shpjegon Kuzmanović, do të drejtojë degën e dytë të shoqërisë historike ruse në Serbi, dhe të dyja shoqatat do të bashkëpunojnë me njëra tjetrën. Ne do të bashkëpunojmë me shoqatën e kryesuar nga Aleksandar Vulin. Ne kemi punuar në mënyrë autonome që nga dhjetori i vitit 2024, meqense jemi vetëm shkencëtar, besoj se me hyrjen e politikanëve do të hapen mundësi për të përmirësuar punën, thot Kuzmanović. Radio Europa e Lirë i tërgoi pyetje shoqërisë historike ruse në lidhje me hapjen e zyrës së përfaqësimit në Serbi dhe emërimin e Vulinit në krye të saj, por deri në publikimin e këtij artikulli nuk mori përgjigje.